Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, yaqulu al-haqq subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim. Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Të gjitha falënderimet, të gjitha lavdrimet i qofshin dhe i takojnë vetëm Allahu xhalla shanuhu. Salat dhe selamet qofshin mbi Muhammedin a.s. mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjitha ata të cilët e trasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj gjithësie. Vëllezër dhe motra, muslimane të nderuar, në këtë ligjërat me që jemi në prag të muajit të Ramazanit, do të flasim rreth agjerimit dhe rregullave të tij. Fillimisht duhet ta kuptojmë nëpërmjet një shpjegimi të shkurtër se çka do të thotë agjerim. Pra me fjalën e saum, agjerim në aspektin etimologjik kuptohet abstenimi, largimi, përmbajtja nga veprimi i diçkaje. Ndërsa me këtë shprehje e saum, agjerim, në terminologjinë e jurisprudencës islame nënkuptohet largimi, abstenimi nga e gjithë ajo që e prish atë, pra që e prish agjerimin, si ushqimi, pijet, marrëdhëniet intime bashkëshortore e të ngjashme në kohën prej imsakut e deri në iftar. Ky lloj i ibadetit është vërtetuar me të gjitha shtyllat apo bazat që mbështetet shariati islam, pra me Kur'an, me sunet, me ijma e kështu me radhë. Sa i përket Kur'anit, Allahu xhalla shanuhu në kapitullin Al-Baqara ajetin 183 thot: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju të cilët keni besu, është bërë obligim agjerimi, sikurse ishte obligim edhe për popujt e mëhershëm, vetëm që të bëheni të devotshëm. Gjithashtu në të njëjtën kapitull, mirë pa ajetin 185, kur Allahu xhalla shanuhu tregon për muajin e Ramazanit, pra se ajeti të cilën e përmendëm është tregon obligueshmërinë e agjerimit, mirë pa nuk tregon se në cilin muaj, ndërsa Allahu xhalla xhelaluhu në të njëjtën kapitull, pra në Al-Baqara, mirë pa ajetit 185, kur tregon dhe thot Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, muaji i Ramazanit është muaji në të cilin ka filluar me zbrit Kur'ani, huda lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan, është udhëzues për njerëzit dhe sqarues të vërtetës nga e pavërteta. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Ata të cilët e përjetojnë, e arrijnë këtë muaj, le ta agjerojnë. Pra me këtë ajet kuranor, pra dhe të bëhet obligim agjerimin në muajin e Ramazanit. Po ashtu pejgamberi sa ka thonë, Islami është mbështetur në 5 shtylla, shahadeti, pra ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, që dëshmojmë se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Shtylla e dytë është falja e namazit, e treta dhënia e zakatit, e katërta agjerimi muajit të Ramazanit dhe e pesta shkuarja në haxh për ata të cilët kanë mundësi materiale dhe fizike. Pra, edhe nëpërmjet haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na bëhet e ditur rëndësia e agjerimit, sepse pejgamberi e ka llogaritur agjerimin njërin prej 5 shtyllave të islamit, në të cilat 5 shtylla është i mbështetur pra ky din. Obligimi i agjerimit të Ramazanit është vërtetuar edhe me ijma,
muslimanët në përgjithësi, kudo që janë në botë, janë në ujdi, gjithashtu dietarët islam, dietarët musliman, janë në ujdi se agjerimi është njëra prej 5 shtyllave të islamit dhe ai që e mohon obligimin e agjerimit të Ramazanit konsiderohet i dalur prej besimit. Pra ata të cilët e mohojnë agjerimin e muajit të Ramazanit. Tani do të fillojmë me rregullat e agjerimit. Në rand parë janë kushtet e vlefshmërisë së agjerimit. Në ne është niyeti, pra qëllimi, niyeti parimisht duhet të bëhet me zemër, por nëse e shqiptojmë edhe me gjumë, kjo vetëm se e përforcon niyetin të cilën e kemi me zemër. 2. Largimin nga të gjitha gjërat që e prishin agjerimin nga agimi deri pas perëndimit të diellit, pra prej msakut deri në syfyr. Dhe 3. Që ka të bëjë me gjinin femrore, me motrat muslimane. Femrat, pra kushti i vlefshmërisë së agjerimit për femrat të mos jetë në kohën e hajzit, pra ciklit mujor, apo nifasit, që është koha e lehonis apo koha pas lindjes. Këto ishin kushtet e vlefshmërisë së agjerimit. Nëse plotësojnë këto kushte, atëherë agjerimi pra është obligim dhe është i vlefshëm. Pastaj kemi kushtet e agjeruesit, pra muslimoni apo muslimonja që duhet me i plotësu kushtet për me qenë agjerimi i obligueshëm. Agjeruesi duhet t'i plotësoj këto kushte, të jetë musliman. Ai që nuk është musliman nuk obligohet me këtë ibadet, nga se nuk ka besim në Allahun xhalla shanuhu. Të jetë i mençur, personi që është i aftë psikikisht, ka për obligim zbatimin e këtij ibadeti, ndërsa ai i cili është i sëmur psikikisht, ai nuk është i obliguar me këtë ibadet, pra me agjerim, por edhe me asnjë obligim tjetër me cilët janë të ngarkuar të tjerët. Të jetë i moshës madhore, personi që duhet të agjeroj, duhet të jetë i moshës madhore. Mashkulli hyn në moshën madhore qysh kur paraqiten shenjat e pubertetit, ndërsa femra hyn në moshën madhore kur t'i paraqitet në herë të parë cikli menstrual. Po që se fëmia agjeron ende pa hyrë në moshën madhore, ajo i llogaritet si agjerim dhe shpërblet për te, mirë për nuk zëvendësohet me ndonjë Ramazan të cilin nuk e ka agjeru pasi që ka hyrë në pubertet. Pra që se ka agjeru në moshën 9 vjeçare, edhe në pubertet ka hyrë në moshën 15 vjeçare. Tash me thonë e kum agjeru në moshën 9 vjeçare, nuk po agjeroj në moshën 15 vjeçare. Pra kjo nuk e zavendëson ata i cili bëhet pra obligim. Ndërsa se vapte Allah xhalla shanuhu i shënohet edhe pse nuk e ka pasë për obligim. Sunetet e agjerimit. Të zgjuarit në syfyr është prej suneteve të agjerimit. Të zgjuarit pra për të ngrënë syfyr konsiderohet njëri prej suneteve shumë të forta, duke u bazuar në fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën e shënon Muslimi në sahihun e tij, ku pejgamberi sa më ka thonë, ngrihuni në syfyr nga se syfyri është bereqet. Hani syfyr qoftë edhe një gjysmë hurme, pra vetëm akti i ngritjes në syfyr është bereqet, është ibadet. Në dy nxitimi për të bërë iftar. Si të bëhet koha, si të hynë koha e iftarit, pra e namazit e akşamit, duhet të prish që qoftë edhe me një gotë ujë. Pejgamberi sa më ka thonë, vazhdimisht njerëzit janë në të mirë përderisa nxitojnë në të bërit iftar. Pra i ka konsideru pejgamberi alayhis salam ata të cilët nxitojnë me bo iftarin sa më shpejt, me prish, pra janë në rrugë të mbarë apo janë në rrugë të mirë. Të bërit dua në kohën e iftarit. Është prej suneteve të forta, lutja e cila preferohet me rastin e iftarit është
o Allah, për ty agjerova, ty të besoj, në ty mbështetem dhe me begatit tua po bëj iftar. Sepse në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, njënit prej të cilëve nuk i refuzohet doja tek Allahu xhalla shanuhu është edhe atina i cili bën do në kohë iftare. Pastaj për suneteve të forta është namazi i taravihit, të dhënit sa më shumë sadaka, me ndihmë të tjerë, të bërit shumë ibadet. Edhe me këtë rast, të bërit shumë ibadet, ekskluzivisht në muajin e Ramazanit, shtohen namazi i taravihit. Të dhënit iftar atyre që janë duke agjëruar qoftë me një urmë ose me një gotë ujë. Pra, iftari është prej suneteve të forta me i dhënë dikujt. Tani, personat që lirohen nga agjërimi. Personat që lirohen nga agjërimi janë i sëmuri. Nëse agjërimi ndikon në përkeqësimin e gjendjes shëndetësore ose e vonon shërimin nëse agjeron, atëherë ky i sëmur pasi që të shërohet duhet të agjerojë aq ditë sa i kanë mbetur pa agjeru gjatë kohës sa ka qenë i sëmur. Udhëtari, Allahu xhalla shanuhu ka lejuar që udhëtari të mos agjerojë si lehtësim ndaj tij. Udhëtarit i lejohet të mos agjerojë prej momentit kur ai konsiderohet udhëtar. Allahu xhalla shanuhu në kapitullin Al-Baqara ajeti 184 thotë: jeni të obliguar për ditë të caktuar, e kush është i sëmur prej jush, ose është në udhëtim e nuk agjeron, atëherë ai le të agjerojë më vonë aq ditë pra sa i kanë mbetur. Prej agjerimit lirohet shtatzëna dhe gjithënësja. Pra, shtatzëna nëse ka frikë se do të pësoj ajo, apo fëmia i saj, lejohet të mos agjeroj. Po ashtu gjithënësja, që ka fëmijën duke ushqyer me qumshtin e xhirit të saj, nëse friksohet se i ndalet qumshti dhe nuk mund ta ushqejë fëmijën e saj, atëherë nuk agjeron. Mirë po, si të shtatzëna, si të gjithënësja, aq ditë sa i kanë mbetur pa agjeru gjatë asaj kohe, pastaj kur plotësohen kushtet, duhet me i agjeru kaza. Uria dhe etja e madhe. Pra, uria dhe etja e madhe të liron nga agjerimi. Personi që ka uria po etjet e madhe, sa që mund të sëmurët, ai që e ka prishur agjerimin për shkak të këtyre dy gjërave, duhet të agjeroj aq ditë sa i kanë mbetur. I detyruari me forcë për prishjen e agjerimit, atij që i bëhet presion të mos agjeroj, duke i u kërcënuar me rrahje apo eliminim, lejohet të mos agjeroj. Pastaj duhet t'i kompenzoj aq ditë sa i kanë mbetur pa agjeruar. Në kohë të kaluara, kur ka qenë komunizmi aktiv, ka pas arsimtar, profesor, drejtor, që kanë menduar se janë djemtë e titës, edhe në sallë të arsimtarëve apo në përklasa janë fut me gotë dhe me bakall në dorë, duke ju ofruar ujë, vetëm për me konfirmu se kush është të agjeru, kush nuk është të agjeru. Dhe ka pas raste që janë konë agjerushëm, po s'kan pas qare, pa e prish, sepse me pas diktu që janë agjerushëm, pastaj i kishin largu dhe prej punës dhe i kishin persekutuar kështu me radhë. Dhe në këto raste, pra ka pas prej atyre që e kanë prish agjerimin, pra nga presioni, dhe me këtë rast ata duhet që të agjerojnë aq ditë sa ju kanë mbetur pa agjeruar. Ushtari që është në betejë lirohet nga agjerimi. Nëse ushtari e llogarisë do të jetë i dobët, karshi armikut, nëse agjeron, atëherë i lejohet që të mos agjeroj. Mirë po pastaj,
kur të lirohet nga një detyrë e tillë, atëherë duhet t'i agjeroj aq ditë sa I kanë mbetur. I sëmuri me sëmundje të rëndë të pashërueshme. Pra personi që ka ndonjë sëmundje të rëndë të pashërueshme, si për shembull kancer apo diçka të ngjashme, ky person lejohet të mos agjeroj për ditët e pa agjeruar, duhet të jap fidje, pra ushqim ditor që t'i paguaj për çdo ditë me ushqim dikant të varfër apo një fidjen me pagu që I bie një fitër në ditë. Për këtë kemi ajetin kuranor, Allahu xhalla shanuhu në kapitullin në Al-Baqara ajetin 84 thot, e ata që I rëndon ai pra agjerimi nuk mund të jep më tepër, e ata që I rëndon ai pra nuk mund të agjerojnë, janë të obliguar me kompenzim. Ushqim ditor I një të varfëri, ai që nga vullneti jep më tepër, ajo është aq më mirë për të. Plaku I moshuar e që është I dobët. Plaku që ka arritur në atë moshë sa që agjerimi I bën dëm dhe ja keqson shëndetin, I lejo të mos agjeron ditët e mbetura duhet të I paguaj, nëse nuk ka mundësi as mjete materiale për t'i paguar, atëherë ky I moshuar apo e moshuar ulët gjatë ndonjërit prej namazeve ose dy recate namaz nafile, I fal dhe I ngrit duar dhe lutet tek Allahu xhalla shanuhu për me ja fal, sepse ai është falës dhe mëshiruesi më I madh. Dhe I thot, o Allah, unë nuk po muj me agjeru, për shkak të pleqërisë time. Mirë po dhe me pagu nuk po muj. Ti e din më mirë gjendjen time, si gjendjen shëndetësore, si gjendjen materiale, të lutem më fal që as nuk po muj me agjeru, e as nuk po muj me pagu, e insha Allah, Allahu e falë sepse është falë dhe mëshirues. Tani kemi se çka e prish agjerimin. Gjërat që e prishin agjerimin ndahen në dy grupe, pra në dy grupe. Ato gjëra që e prishin agjerimin e për të cilat duhet bërë kefaret. Çka është kefareti? Kefareti është të liruarit e një robi, nëse nuk ka mundësi, atëherë duhet të agjeroj 2 muaj, 60 ditë, pa ndërprerje jashtë Ramazanit, nëse nuk ka mundësi, atëherë duhet të I ushqej 60 ditë të varfër, pra kjo është grupi I parë, dhe grupi I dytë dhe kaza është të kompenzuarit e një dite me një ditë tjetër. Grupi I dytë është ato gjëra që e prishin agjerimin e për të cilat duhet bërë vetëm kaza. Pra kemi grupin kefaret dhe kaza. Kefaret dënimi I bie, ndërsa kaza dita e prishur, pra 60 ditë plus një 60 ditë. Ndërsa vetëm kaza, pra ditë për dite. Gjërat të cilat e prishin agjerimin e për të cilat duhet bërë kefaret dhe kaza, janë të ngrënit, të pirit dhe të gëlltiturit me qëllim, pra me pikë qefit, gjatë agjerimit. Ky person obligohet të bëj kefaret, të agjeroj 2 muaj pa ndërprerje dhe kaza një ditë për një ditë, që do me thonë 2 muaj e një ditë. Dhe në dytë të bërit marrëdhënie seksuale gjatë agjerimit, ky person obligohet të bëj kefaret, të agjeroj 2 muaj pa ndërprerje dhe kaza një ditë për një ditë, që do me thonë 61 ditë. Gjërat që e prishin agjerimin për të cilat duhet bërë vetëm kaza, pra jo me ndëshkim, jo me kefaret. Të gëlltiturit e ndonjë sendi që nuk është ushqim. Si për shembull të gëlltiturit e ndonjë monedhe, gozhde e të ngjashme, duhet të bëhet vetëm kaza, pra ditë për ditë. Të ngrënit apo të pirit nga presioni, siç e përmendëm
edhe më herët kohën e komunizmit. Të ngrënit apo të pirit pa dashje. Çka do me thonë kjo? Nëse gjatë abdestit shkon uji në fyt apo nëna duke e përtypur ushqimin për t'ia dhënë fëmijës së saj, shkon diçka pa dashje, mirë po kjo është me vetdije, se kemi të ushqyerit pa vetdije, që ka harru se ka agjeru, edhe kemi me vetdije, e di që është të agjeru, mirë po gjatë abdesit ose nona duke ja përtyp ushqimin fëmijës për m'ia dhënë, edhe shkon diçka depërton nëpërmjet fytit, diçka prej ushqimit ose prej ujit, atëherë me këtë rast duhet me bo kaza atë ditë. Të ngrënit apo të pirit pra në rast të domosdoshmërie. Nëse dikush është i sëmur apo është në udhtim dhe i tilli nuk mund ta vazhdoj më agjerimin, atëherë e prish dhe nuk ka nevojë kefaret 60+1, mirë po agjeron ditë për ditë, pra e ban kaza atë ditë. Të vjedhurit me qëllim duhet bërë kaza ditë për ditë, pra nëse e shtimi veten me vjedh, me qëllim, jo pa qëllim, për me qëllim atëherë duhet me bo kaza se ne u ka prish agjerimin. Kur ndodh që agjeruesi e bën ndonjë veprim që ai mendon se e ka prish agjerimin dhe ha ose pi, duhet të bëj kaza atë ditë. Pra për çfarë duhet mi pyet ata të cilët i dinë rregullat. Se dikush mundet me bën një veprim, edhe ka menduar se e ka prish agjerimin, edhe ja nis e ha. Po kur e merr vesh që veprimin të cilin e ka bën, nuk ja ka prish agjerimin, edhe jetë në pozitë të palakmueshme, atëherë pra e ka prish, mirë për shkak që s'ukon ndjeni që e ka prish, atëherë domethënë e ban kaza ditë për ditë. Kush ka ngrënë apo ka pirë duke menduar që ka perënduar dielli, por në fakt nuk ka perënduar, ende qoftë edhe disa momente të pakta duhet të bëj kaza atë ditë. Ditët e mbetura duhet që sa më shpejt pra të kompenzohen, jo të lihen aq se i kry ma vonë, sepse pastaj në kalkulim edhe ato vezveset e shejtanit që din më na pushtu, më na mund, më na thonë hajtë se e kryn, edhe kështu që vjen një kohë që e lomi kretë, dhe më thonë pritumi me i kryen ditë. Për që ta preferohet sa më shpejt mas Ramazanit mi kryen ditët të cilat kanë mbetur. Çka nuk e prish agjerimin? Ngrënia dhe pija nga harresa, atash dhe më thonë kemi nga harresa, jo me vetdije që që patëm aty, po nga harresa, kemi ushqim pije edhe këtë harrumi që jemi agjerushëm, pra i cili nga harresa han ose pi, të tillit kur i kujtohet se është agjerueshëm, e ndërpren ushqimin apo pijen dhe vazhdon me agjerim. Muhamedi sa më ka thonë, kush ka harruar që është agjerueshëm dhe ka ngrënë apo ka pirë, le ta vazhdoj agjerimin e tij, nga se Allahu xhalleshanu ati ja ka mundsuar të haj edhe të pi. Pra Allahu është ai që ja ka shpash harrecës duke agjeru dhe ja ka mundsuar me hongër edhe me pi. Kështu që në momentin që ju bëhet me dije ose vetë ju kujtohet ose ja kujton dikush tjetër që se është agjerueshëm, e ndërpren ushqimin edhe pijen, edhe mundet me vazhdu agjerimin. Ejakulimi në gjumë. Pra, mundet me vazhdu agjerimin, vetëm se nuk duhet me qëndru në atë gjendje, por duhet me marr gusull, me pastru, sepse agjerimi nuk prishet, mundet me vazhdu, por nuk është e lejuar me ne i papastërt gjatë ditës, sepse ka namazë, ka lutje, ka e kështu me radhë. Ka gjëra të cilat nuk mujnë me u bë duke qenë në atë gjendje. Të qëndruarit i papastërt. Nëse njeriu është i papastër, agjerimi është i vlefshëm, mirë po papastërtia është pengesë për namazet që thamë dhe gjërat etike që duhet të ketë muslimoni apo muslimonja. Të gëlltiturit e tymit, jo dhe tymi i duhanit, po pluhuri i ato mjetë, po tash
nështë mujtë agjerimi që bjetë mujtë dimnit, edhe nuk ka pluhën shumë, mirë po, mundë me pas pluhëna të ndryshëm, të cilë gëlltitën, pra këtë nuk e prishin agjerimin, nërsa ty mi dohonit po. Futja e ujit në vesh, gjatë notimit, pastrimit apo fladitjes, pra dhe këtë nuk e prishin agjerimin. Të vjellurit, pa qëllim, jo me qëllim që shëpata, po pa qëllim nuk e prish agjerimin. Të futurit e ndonjë mize mushkonje të ngjashme në fyt, pra rastësisht, nuk e prish agjerimin. Marrja e injeksioneve muskulore, dhe jo ushqyse, edhe këto nuk e prishin agjerimin. Alivanosja, me ratë fik dikuna, nuk e prish agjerimin. Prishet abdesi, po jo dhe agjerimin. Kontrollimi ginekologjik i femrës. Se mundet me rallë në mujtë Ramazanit, me pas në e kanë termin për kontrol ginekologjike, dhe në qoftë se bot një kontrol dhe tjellë, ata nuk prishet agjerimi. Qka është me kro gjatë agjerimit? Me kro, për gjë e urrejtun gjatë agjerimit. Të shijuarit e ushqimit duke mos qenë i domosdoshëm shijimi i tij. Pra, nëse është mundësia që ushqimi të përgatitet pa u shijuar, atëherë është më mirë të mos shijohet. Por, në qoftë se kërkohet me domosdoshmëri që gruaja e cila është duke bo iftarin, duke përgatit, e ka pa tjetër me e kërku për melmesat të cilat a i ka të mjaftueshme ajo, dhe mundur me pas burrin pak e ka për Amazonin që ashtu, ose i vinë musafir trone që shemina, dhe më thonë, mundohemi çdo sa në perfekcion me maru, atëherë lejot me shiu, po jo me qute poshtë. Vetëm me mojët gumës, e shion, a janë melmesat në sasinë e duhur, pra vegjet e krypa kutadione, edhe e gjumë, e pështynë, dhe më thonë ata. Të mbajturit në gojë ndonjë gjë që nuk tretet, si copë druri, gosht, lup plastike e kafës, pra është me kro gjë e urrejtun gjatë agjerimit. Puthja apo përkëdhelja nga ona e atij që mund të vi shpejt deri te ejakulimi. Pra janë një kategori, nuk kam shka me po, të dobët, dhe një ledhatim apo një puthje mundet me orë deri te ejakulimi, pra është një gjë e tillë, është me kro. Dhe fundit, çka nuk është me kro gjatë agjerimit? Gjatë agjerimit nuk është me kro, nuk është e urrejtur notimi, pastrimi i trupit dhe fladitja me ujë, të përdorurit e misfakut apo brushës për pastrimin e dhëmbëve, me kujdes të shtuar që mos të deporton asgjë nga uji në fyt. Shpërlarja e gojës dhe hundës edhe kur nuk jemi duke marrë abdes, pra dhe jashtë abdesit, me shpërlau gojën, me shpërlau hundën nuk është gjë e urrejtur. Të parfumosurit me erë të këndshme, ona jashtme. Përtypja e ushqimit apo të shijuarit e qumshit për fëmijën e vogël, me kujdes që mos të deporton diçka në fytin e atina i cili e shijon apo e provon ushqimin. Të dhënit gjak, nuk as se prish agjerimin, po as nuk është gjë e urrejtur, por nëse një veprim i tillë, pra dhënia e gjakut, ndikon në dobësimin fizik tek agjeruesi, atëherë është gjë e urrejtur, pra nëse e dobëson dhënia e gjakut gjatë agjerimit, është gjë e urrejtur sepse po e dobëson trupin fizikun tanë dhe mundet me orë deri te me uranu gjendja shëndetësore edhe me kalu ndoshta edhe në fatalitet. Njësoj është edhe dhënia e gjakut për analiza laboratorike. Pra nuk e prish agjerimin me dhënë gjak për analiza laboratorike. Nuk është gjë e urrejtur me vënë një gjë të tillë, po nëse dobësohet trupi i njeriut, atëherë agjerimin në rregullo, vetëm pse është gjë e urrejtur një gjë e tillë.
Ne lusim Allahun xhalla shanuhu që këtë Ramazan ta kalojmë me lehtësime që vetëm Allahu xhalla shanuhu din me i bë ato lehtësime. Lusim Allahun xhalla shanuhu që të na mundson fillimisht me arrit këtë muaj dhe nëpërmjet këtij muaji duke u përkushtu, duke agjeru, duke i shtu sadakon ata të cilët janë të obligum edhe me zeqat, po edhe ata të cilët janë të obligum edhe me sadakatul fitr, duke e dhonë atë nëpërmjet gjitha punëve të mira të khajrit. E lusim Allahun xhalla xhelaluhu që të na mundson me fitu xhennetin apo me u fut nëpërmjet derës Ar-Rayyan, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë nëpërmjet kësaj dere do të futen vetëm agjeruesit. Pra, urime muaji i bekuar i Ramazanit, inshallah Zoti na e pranon në agjerimin dhe gjitha ibadetet të cilat i kryejm gjatë këtij muaji që jemi në prag të tij. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.